Se ne tashmë së fundim kemi edhe disa paraqitje publike, edhe të kryetares, edhe të atyre zëdhënësve që janë jo të paket, që përpiqen ta na njoftojnë për ecurinë e procesit e gjitha këto, mirë po në bindjen time këto janë të pamjaftueshme. Procedura, më thonë që është zhvilluar me theks veçantë ndaj 4 SSU-QK-s, thonë ka dëshmu që kjo gjykatë, më thonë ka dështu në drejtim të të qenurit objektive në trajtimin e rastit, kemi parasysh faktin që nuk ka zbatu asnjë parametër kushtetues edhe ligjor, kemi parasysh faktin që në datat historike në jo pak raste ka zhvilluar aksione bastisje qoftë me datën 17 shkurt, pastaj ka mbajtur edhe seanca pikërisht në datat kur sipas legjislacionit tonë në fuqi janë data, domethënë ditë feste. Pastaj kemi raste, letë mos rëndojmë shikuesin sepse e kemi folë që në kryet herës për çështjen e pranimit të provave nga një shtet gjenocidale. Gjitha këto kanë bërë që opinioni publik gjithnjë më pak i beson kësaj gjykate dhe beson në drejtësinë që do të vendos, prandaj përpiqen të shfrytëzojnë mekanizmat e tillë. Për një periudhë 8 vjeçare që fëmijëve tanë i është folur për këtë gjykatë, për punën që bëhet aty. Gjithmonë duke mos nxjerr konkludime nëse është folë për katërshën, nëse është folë për luftën e UÇK-s, nëse është folë për krimet hipotetike që thuhet që janë. Cili mund të jetë dëmi që është bërë në këtë periudhë kaq të gjatë dhe mbi gjitha kush do duhet fajsuar për një mbikëqyrje më të madhe të këtyre ligjëratave që mbahen nëpër shkollat tona, duke filluar nga Ministria e Arsimit e deri tek drejtoritë përkatëse. Vlerësoj që do të kish me qenë keq që Ministria e Arsimit të shikojë mundësinë e themelimit të një trupe inspektuese, edhe me i pa këto ligjërata ku janë mbajtur, në çfarë lokacione janë mbajtur, në çfarë shkolla janë mbajtur, edhe mbi të gjitha edhe me theks veçantë programin, sepse në instancë e fundit kur dikush parashtron një kërkesë për me mbajtur një ligjërat, krahas asaj duhet me ofru edhe programin se çka në fakt do të ligjërohet dhe të shikohet në rast se vërtet është folë për te aspektet procedural ose jo, por edhe brenda aspektit procedural besoj që A ka nevojë fëmijët tanë të mësojnë këto procedura? Këtë desha të them. Vlerësoj që edhe në zonësit e shkollës fillore, edhe në zonësit e shkollës së mesme kanë mjaftueshëm, ndoshta kanë një herë për me thonë edhe kanë mbi ngarkesa i përket kurikulave, programeve të tyre, e besoj që proceset të tilla, aspektet procedurale janë absolutisht të panevojshme për mu ditë prej kësaj kategorie të shoqërisë, sepse janë të rinë moshë dhe absolutisht asgjë nuk i vyn atyne, domethënë me ditë cilat janë procedurat që zhvillohen në gjykatë, sepse ka plot ndoshta edhe të grup moshave, edhe më të reja, edhe të tjerë të cilët nuk i hyn asnjë punë. Ligjërata duhet më mbajt, mirë po që konsistojnë në eliminimin e dukurive negative të ngjashme që i kemi diskutuar në jo pak raste edhe në studion tuaj. Prandaj vlerësoj që edhe sikur të diskutohej, edhe sikur të jetë diskutuar për çështjen e aspekteve procedurale, besoj që absolutisht është e panevojshme dhe për më tepër unë kam përshtypjen që edhe në rast se mbajt si të tilla vlerësoj që edhe kam përshtypjen që janë jo mjaftueshëm objektive në drejtim të njoftimit, sepse ata nëse janë mbajt ose janë bërë nga të tillët, eventualisht ata mund t'i kenë njoftuar si e thojnë rregullat, si e thojnë dokumentet, mirë po që